Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Fillimisht vëllezër, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka mësuar këtë takim, po ashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë takim tonin ta bëj sinqert vetëm për të subhanahu wa taala, ta bëj takim tillë që me të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala, edhe përmes tij ta na ndihmoj që ne ta përmendim atë, ta falenderojmë atë, edhe ta adhurojmë atë subhanahu wa taala ashtu siç është më së miri. Dhe tema që do ta shtjellojmë sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala ka të bëjë me shukrin, pra falenderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra se si ne duhet jemi falendërues mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala për begatitë e tij të shumta me të cilat ai na ka mbuluar neve, edhe kujdeset me to për neve. Pse është vëllezër kaq e rëndësishme kjo temë? Është e rëndësishme se kur ne e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për begatitë e tij, jemi mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala për begatitë e tij, kjo është shenjë se ato begati kanë me mbet tek ne. Nuk ka më na largu Allahu subhanahu wa taala. Pra në moment kur vëllezër ne i sjellim ndërmend vazhdimisht nimetet, begatitë e Allahut subhanahu wa taala, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për to dhe jemi mirënjohës ndaj tij për to, atëherë Allahu subhanahu wa taala t'i ruan ato begati. Edhe jo vetëm që t'i ruan, mirë po edhe t'i shton. Në anën tjetër Allahu na ruajt kur ne nuk tregohemi mirënjohës ndaj begative të Allahu subhanahu wa taala, i mohojmë se ato janë prej Allahu subhanahu wa taala, atëherë na pret dënimi i dhëmshëm i Allahu subhanahu wa taala, siç thot Allahu: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Kujto kur Zoti juaj shpalli dhe tha: "Nëse ju jeni mirënjohës ndaj meje, unë do t'u ashtoj të mirat. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid." E nëse jeni mos mirënjohës ndaj meje dhe begative të mia, ta dini se dënimi im është i dhëmshëm. Andaj vëllezër, pra ne vazhdimisht duhet t'ia sjellim vetëm ndërmend begatitë e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdimisht t'i përdorim begatitë e Allahut subhanahu wa taala në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. E jo në gjëra që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra përmes begative që t'i ka jep Allahu, nimeteve, ti duhet mu mundu që mi u bind sa ma shumë Allahut, me adhuru sa ma shumë Allahun subhanahu wa taala, mu afru sa ma shumë te Allahu subhanahu wa taala. Përse Allahu thot: "Fadhkuruni adhkurkum." Më përmendni mua, më kujtoni mua, unë ju kujtoj juve me shpërblime. "Washkuru li wala takfurun." Jeni falëndërues e mirënjohës ndaj meje, prandaj Allahu subhanahu wa taala, dhe mos jeni mos mirënjohës. Dhe Allahu po ashtu vëllezër na drejtohet dhe thot, i drejtohet gjithë njerëzve, thot: "Ja ejuhan nasu dhkuru ni'matallahi aleikum." O njerëz, kujtoni begatitë e Allahut ndaj jush. Do vazhdimisht sila ndërmend vetit begatitë e shumta me të cilat ka mbuluar Allahu subhanahu wa taala. "Hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard." A ka krijues tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, i cili ju furnizon juve nga qielli dhe toka? La ilaha illa hu. Nuk ka të adhuruar të vërtet përveç tij subhanahu wa taala. Po ashtu vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na drejtohet neve besimtarëve dhe na thot: "Wadhkuru ni'matallahi aleikum." Kujtojeni vetes begatinë e madhe të Allahut ndaj jush, "Wa ma anzala aleikum min al-kitabi wal hikmati ya'idhukum bih." Dhe begatinë e zbritjes të Kur'anit edhe urtësisë pra sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilat Allahu ju këshillon dhe ju porosit. Pra ta dim begatinë e imanit, që Allahu na ka bërë musliman, edhe na ka bërë pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por të vëllezër, Allahu në Kur'an ju drejtohet sahabëve, pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ju thot: "Wadhkuru ni'matallahi aleikum idh kuntum a'da'an." Thot kujtojeni begatinë e Allahut ndaj jush kur ju fillimisht ishit armiq me njëri tjetrin, fa'alafa bayna qulubikum. Dhe Allahu bashkoi me zemrave tuaja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Edhe kështu me nësajt begative të shumë të Allahu ndaj jush ju u bët vëllezër. Por ju ka bashku Allahu në iman, në Kur'an, në pasimin, në sunet, në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
kur më herët ju jetonit në një ignorancë thellë, në errësirat, shirkut, kufrit, padrejtësive të shumta. Bënit lufta, vllavrasje mes vete. Mirë po gjitha këto i ka largu Allahu subhanahu wa taala duke e zbrit mbi ju librin më fisnik, pra Kur'anin, edhe e ka dërguar te ju pejgamberin më fisnik, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu i ka bashku zemrat e juve në iman, edhe në sunet, pra në sunetin traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse shfletojmë Kur'anin vrejmë se Allahu subhanahu wa taala tregon se pejgambert i kanë këshillu popujt e tyre që vazhdimisht me i kujtu begatitë e Allahut ndaj tyre. Ajetet shumëta. Hudi a.s., Salihu a.s., Musa a.s. Pra i kanë kujtu vazhdimisht popujt e tyre, jo kanë sjellë ndërmend që mi pas parasysh begatitë e Allahut shumëta subhanahu wa taala. Po ashtu Allah i drejtohet njerit prej profetëve ti, pra Isës a.s. I thot udhkur ni'meti alejke wa ala walidatik. Kujtoje begatin time ndaj teje dhe ndaj nënës tënde, pra Mariemës. Dhe pra nga gjithë kjo që u tha, dalim përfundim se me i kujtu begatitë e Allahu subhanahu wa taala është kërkesë sheriatike që patjetër ne duhet ta realizojmë vëllezër në jetën tonë. Pra si bëhet kjo kur ti me zemrën tënde, me mendjen tënde, e din se krejt begatitë që i ki prej Allahu subhanahu wa taala. Pra i kujton me zemrën tënde, tjetra i shpreh me gjuhën tënde. Pra e falenderon Allahun subhanahu wa taala. E lavdron Allahun subhanahu wa taala, si thot Allahu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për kjo vlen edhe për neve. Po të shpalli tregoj begatitë që t'i ka Allahu subhanahu wa taala. Pra gjuha jote vazhdimisht jetë e njohur me lagur duke falendëruar Allahun subhanahu wa taala për begatitë e tij të shumta. E pastaj vëllezër pas kësaj është që gjymtyrët e tua, do të pasi që ti e falenderon Allahun me zemrën tënde, me gjuhën tënde. E treta është që ti me gjymtyrët e tua me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Përderisa krejt të mira i paske prej Allahut subhanahu wa taala, atëherë gjymtyrët që edhe ato janë begati e Allahut, duhet me i nënshtru vëllezër vetëm për Allah. Përmes tyre gjymtyrëve, begative shumëta që t'i ka jep Allahu në trupin ton, ti mi ju nënshtru Allahu subhanahu wa taala. Edhe mi ju afru Allahut aq sa ki mundsi. Edhe katërta, që nuk është hiç më pak e rëndësishme se këto tri të parat, vëllezër me i rujt këto begati, mos me t'u largu. Qysh i ruan, siç tham, mos me i përdor në gjunahe. Mos me i përdor vëllezër në gjunahe. Allahu të ka mbuluar me shumë të mira, andaj këto begati shumëta që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala, për shembull syrin, begati e madhe që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala, ruaj nga harami. Mos e lsho syrin haram, sepse kjo është mohim i kësaj begatie të madhe që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi, syrin përdore vetëm gjërat që t'afrojnë te Allahu. Lezo Kur'an, lezo gjëra dobishme, që cilin dobi në fen tane, në dunjan tane. Po ashtu dëgjimi, vëllezër, veshi që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala është begati shumë e madhe. Për cilës si për syrit, si për veshit janë privu shumë njerëz, kurse ty Allahu t'ka veçuar me to, t'ka begatuar me këto begati të mëdha, të rëndësishme, shqisat më të rëndësishme, syri dhe veshi. Mos e përdor veshin ton haram. Mos dëgjo me veshin ton gjëra që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Që është përgojimi, gibeti, bartja fjalëve, gjërat e kota, cilat nuk sjellin dobi, as fen tane, as dunjan tane, përkundrazi dëmtojnë në jetën tane ajo që është më e rrezikshme, do të thonë çka dëmtojnë ahiretin ton kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu vëllezër, nimeti, begatia, pasurisë që të ka jep Allahu subhanahu wa taala, begatia e shëndetit, mirëqenies, lloje ndryshme begative, cilat na rrethojnë, gjitha këto ki kujdes përdori vetëm gjëra që e kënaqin Allahu subhanahu wa taala, cilat i do Allahu subhanahu wa taala që të afrojnë te Allahu te baraka wa taala. Mesin e begative vëllezër që na i ka jep Allahu subhanahu wa taala është edhe punët e mira, veprat e mira me cilat na e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe afrohemi te. Në mesin e tyre është imani. Shkon begatia më e madhe që t'a ka jep Allahu është se të ka bë besimtar, të ka bë musliman. Shkoj sa njerëz për rreth teje me miliona,
nuk besojnë. E nëse vdesin atë gjendje kanë me kanë për herën banor zjarrit, kurse ty Allahut ka zgjedh në mesin e miliona njerëzve edhe ta ka jep besimin pa kërkuar i fare prej Allahut. Edhe të ka ba musliman, të ka ba pasues të Kur'anit, pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për begati e madhe vëllezër nga cila janë privu shumë njerëz. Allahu thot: "Wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin." Shumica e njerëzve, edhe nëse ti je i përkushtuar shumë, s'kan me kanë besimtar. Pa gjithmonë ka me kanë vëllezër ky raport. Po shumica gjithmonë ka me kanë jo në rrugë drejt. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Nëse i dëgjon dhe i bindesh pjesës më të madhe të njerëzve që janë tokë, ata kanë me të largu për rrugës Zotit. Kanë me të largu për rrugës të Allahu subhanahu wa taala. Andaj përderisa vëllezër Allahu na ka zgjedh, edhe na ka begatu me iman, na ka bë besimtar, na duhet me rujt vëllezër imanin ton. Mos me ekspozu imanin ton ndaj gjërave që e dëmtojnë atë, me pas kujdes vëllezër. Sa kanë thënë brezat e parë të Islamit radhiyallahu anhum, kanë thënë kujdes me çfarë do që luan, ki kujdes mos luaj me fen tonë, mos luaj me besimin ton. E si e ruajmë vëllezër na besimin ton, si e falenderojmë Allahun për këtë besim që na ka dhënë, kur ti vazhdimisht mundohesh me e shtu besimin, me e forcu besimin, këtë lidhjen më të fortë që e ke me Allahun subhanahu wa taala. E çush ndodh kjo kur ti i shton punët e mira, shton namazin, e shton agjerimin, shton sadakën, shton leximin e Kur'anit, e shton dhikrin. Gjitha këto ta forcojnë dhe ta rrisin besimin. Kurse në anën tjetër vëllezër duhet me e ditë se besimi edhe paksohet. Paksohet edhe mangësohet derisa mundet me dal njëri prej fesë krejt. Ma nuk është musliman. Qysh kjo ndodh për shkak gjunaheve vëllezër shumë ta që njeri i kryen. Gjunahet munden me e çu njerin gradualisht deri në kufër, mohim të Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër duhet me pas kujdes këtë drejtim. Shkon vëllezër namazi që e falim pak para çasteve në namazi i kindis. Kjo është nimet i madh që ta ka mundsu Allahu subhanahu wa taala që ti mu fal vëllezër. Kur shumë njerëz i ka privu për rrethë e vren, i ka privu për namazit. Nuk e din se çka është namazi, ose e din mirë po çka i ka mujt nefsi, shejtani, edhe nuk i nënshtrohen Allahu subhanahu wa taala. Dhikri që ti e përmend Allahun me gjuhën tënde, leximi Kur'anit, agjerimi, haxhi, zakati, sadaka, gjitha këto vëllezër janë begati me të cilat ka begatu Allahu subhanahu wa taala. Po kjo është sukses që ta ka jap Allahu. Ta ka mundsuar me i kry këto vepra të mira, ka jap sukses, të ka ndihmu, tek ti e ka kriju dëshirën, fuqinë dhe vullnetin që ti me i kry këto punë të mira. Pastaj jo vetëm kaq mirë, po ti ka bë dashur Allahu. Ta ka bë dashur imanin, punë të mira. Si të Allahu, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Mirë po Allahu ja u ka bë dashur juve çka imanin. Wa zayyanahu fi qulubikum, edhe ja u ka hieshu, zbukuru imanin në zemrat tuaja. Wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Edhe ja u ka bë të urryer Allahu kufrin, mosbesimin, shturjen, degenerimin, edhe punë të këqija. Këtë kjo është prej Allahut vëllezër. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, së bashku me sahabët vëllezër thoshin: "Wallahi laula Allahu mahtadayna." Sikur mos ishte Allahu, ne nuk kishim kanë rrugë drejt. As kishim ditë më fal, as kishim mujt domthonjë çka me jep zakate, me jep sadaka, me agjeru kështu më radh. Këto janë vëllezër prej Allahu subhanahu wa taala. Begatit shumë të apëvrenës me cilët në ka begatu Allahu, edhe punë të mira vëllezër që thamë që na i krymë janë prej begative të Allahut, mirë po, edhe nëse njeri vëllezër mundohet prej momentit që vjen këtë botë, derisa t'i del shpirti, është vetëm në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala, nuk mundesh me ja kthy, domethënë, një të mirë që ta ka jap Allahu subhanahu wa taala. Sa do e vogël qoftë ajo. Për shembull, synin, këtë shqisë të madhe madhështore që ta ka jap Allahu të rëndësishme, edhe nëse falesh ton jetën, nuk mundesh me falendëru Allahun për çet begati që të ka jap. Andaj vëllezër, pimshirës të Allahu subhanahu wa taala është që Allahu nuk kërkon kaq shumë prej teje. Mirë po kërkon prej teje që ti me kanë me bab musliman i tillë që afrohesh te Allahu aq sa ke mundësi me punë të mira, e falenderon Allahun, e përmend Allahun, i kryen obligimet, largohesh prej harameve, nëse i bën këto, atëherë rob falenderues ndaj Allahu subhanahu wa taala. Mirë po çështja si tham vëllezër, domthon kërkush nuk mundet me hin xhenet me punët e tij të mira, është e pamundshme.
Pse se xheneti vëllezër është shumë i shtrejtë. Po shumë i shtrejtë, nuk ka çmim. Hyrja në xhenet bëhet me mirësinë e Allahut, me mëshirën e Allahut, pastaj pozitat e njerëzve, gradat e njerëzve në xhenet ndahen bazë punëve që i kanë bën këtë botë. Sa vëllezër këtë realitet ja u ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij. Edhe ju ka thënë lan yudkhila ahadan amaluhu al-janna. Ka thënë askën për juve vepra ati s'ka me shtin në xhenet. Ka thënë wala anta ya rasulullah. As ty e dërguami i Allahut ka thënë wala ana, as mu. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Përveç nëse Allahu më fut në mirësinë e tij edhe mëshirën e tij. Kush bëhet kështu? Njeri që më shumë të ka dhuruar Allahun për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata vetë pranojnë do të më kanë mirënjohës, falënderues ndaj Allahut e jo mos mirënjohës. Nëse tregosh mirënjohës ndaj Allahut, Allahu t'i shton vëllezër mirësitë e tij, t'i shton begatitë e tij. Në moment që ti e vren se Allahu po t'jep sukses që ti me bë punë të mira, falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Se kjo ku më bë shkak që Allahu më ta mësoi vëllezër se çam me bë hala më shumë punë të mira. Hala më shumë ju bind Allahu subhanahu wa taala. Por të vëllezër në anën tjetër shikoni kur na e dim se punë të këqija, sprovat e shumta, belat e shumta që na godasin neve, kjo ndodh për shkak të gjunaheve tona, punëve tona të këqija që i kemi bë. Atëherë kjo, si shtam atje tek mirësit detyron që ti patjetër me falëndëru Allahun. Kurse sprovat e ndryshme, belat e ndryshme që na godasin, punë që nuk na pëlqejnë, kjo është rezultat vëllezëri punëve tona të këqija që i kemi bë. E na tregon Allahu në Kur'an dhe thotë: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Çdo e keqe që ju godet është për shkak të punëve që ai keni bërë ju vet. Wa ya'fu an kathir. Edhe pse Allahu fal shumë. Nuk dënon për krejt që ai ke bërë, mirë po një pjesë që me ta bë me ndije do thotë që ki kujdes. Thotë Allahu dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Janë shfaqur trazirat në tokë edhe në det për shkak të gjunaheve të njerëzve. Li yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Mënyrë që Allahu t'i bëj njerëzit të shijojnë një pjesë, një pjesë të asaj që kanë bërë. La'allahum yarjun. Mënyrë që ata më kthejnë me pendim pastaj te Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezër na po jetoj shumë mes tyre dy realiteteve. Mes negative të Allahut që vazhdimisht zbresin mbi ne, edhe mes gjunaheve tona që vazhdimisht ngriten drejt qiellit. Andaj vëllezër, për begatit pra duhet me falendëru Allahun, ndërsa për gjunahet tona duhet me u pendu. Nëse jenë kësi gjendje, atëherë kjo është shej e mirësisë. Pra nëse e falenderon Allahun për begatit e ti, edhe pendohesh për gjunahet e tua, atëherë kjo është shej e lumturisë tane. Këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe është shej që pastaj Allahu vëllezër me t'i largu të këqijat, belat e ndryshme edhe me të mbulu me të mira shtesë. Pra kur ti je mustaghfir shakir, je robi Allahut që vazhdimisht kërkon falje edhe vazhdimisht e falenderon Allahun subhanahu wa taala. Pra vazhdimisht je në hajër, i mbulum nga hajri edhe mirësia, edhe ngritesh në gradat e nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj shikoni vëllezër se tham, ti duhet me falenderu Allahun, mirë po duhet me pas parasysh edhe një realitet tjetër është që kjo mundësia që të ka jep Allahu që ti me falenderu Allahun, edhe kjo është begatin veti. Do të ti po falenderon Allahun subhanahu wa taala. Mirë po që ky falënderimi ndaj Allahut edhe kjo është nimet begatia e Allahut. Që ta ka mësuar Allah, mos ta mëson te Allahu ti s'kishe mujt me falëndëruar Allahun subhanahu wa taala. Kështu që vëllezër çka do ndalim përfundim që ti vazhdimisht duhet me thënë kat sillesh elhamdulillah. Falënderimi qoftë për Allahun. Vazhdimisht me kanë mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo vëllezër bën që ti më ka njeri i thjesht, më ka njeri modest para Allahu subhanahu wa taala, kur e din se çdo gjë e ke prej Allahut. Madje edhe që falënderimin që Allahu ka kriju të ti që ti me falëndëru Allahun edhe këto e ke prej Allahut. Sigur mos ta mundson te Allahu s'kishe mujt me falëndëru Allahun. Kjo të bën me kuptu vëllezër këtë realitet që ti je njeri, do të krijesë dob te Allahu subhanahu wa taala. Edhe të bën me muni vëllezër çka, do mos më bën njeri arrogant. Edhe me mendu që me punë tua të mira që je duke i bë favor Allahu subhanahu wa taala. Jo. Allah nuk ka nevojë për namazin ton, nuk ka nevojë për adhurimin ton. Ti ka lehtësuar gjitha këto në mënyrë që kjo me kanë dobi tane vëllai. Se Allah nuk përfiton kurrë prej tyre. Pra krejt çka ti ka jep Allahu
edhe udhëzimin fe që të ka jep Allahu subhanahu wa taala, suksesin për me bë punë të mira, këta ki prej tij subhanahu wa taala, andaj falenderoj vazhdimisht Allahun në mënyrë që me i shtu hala më shumë këto punë të mira edhe afrimin te ai subhanahu wa taala. Madje Allah të shikon për një aspekt tjetër, edhe sprovat, belat, fatkeqësitë të ndryshme të cilat na godasin neve. Edhe këto janë begati prej Allahut subhanahu wa taala. Qysh janë të mirat që janë favor ton, begati prej Allahut, edhe të këqijat, fatkeqësitë, belat që na godasin, edhe këto vëllezër janë begati të Allahut subhanahu wa taala. Qysh janë dikush mund të bëj qysh e keshja me kanë begati e Allahut, se përmes tyre vëllezër Allahu i fshin gjunahet. Allahu ngrit grada në xhenet, që ti smunesh me arrit me punët e tua. Edhe të shpërblen kur ti ki mas shumë ti nevojë, domethënë edhe ti fal gjunahet, kur në ditën e Kiametit kur dilsh para Allahut subhanahu wa taala. Madje sa janë këtë botë përmes tyre xhanave që ty të pëlqejnë, Allahu të pastron vëllezër për gjunave. Pastron për gjunave, për mëkate me mosbindje. Ndërsa që kur dilsh para Allahut me dal çka i pastër. Mos me pas tek tina i pengesë. Mos që bëhet ndaj gjuna çfarë do qoftë, që bëhet pengesë që mos me hitin në xhenet. Edhe mos me shpëtuar nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Ka pasur dhe prej bezave të parë të Islamit që kanë thënë ni'matullahi fima zawa anni min ad-dunya. Thot begatia e Allahut në atë që nuk ma ka mundsu unë me arrit në këtë botë. Shkon për përfitimeve, tregtive, po çfarë do të qoftë? Zgjerimit në kënaqësi të dunjas. Thot që kjo begati që Allahu nuk ma ka mundsu me i pas çka du unë. Për gjarave në këtë botë ka thënë a'dhamu min ni'matihi alayya fima a'tani minha. Thot të unë është ma e mirë, ma e rëndësishme se sa këto begati që mi ka jep, që i kam. Thonë ato që s'mi ka jep Allahu s'mi ka mundsu për i dunjas, ka thonë është janë ma të mira, ma të dashura për mua se sa ato që mi ka mundsu me i pas. Ka thonë pse e ka sharuar dhe ka thonë inni ra'aytuhu a'taha qauman fahalaku. Thot se kam pasur të njëjtat begati që unë kum dash me i pas, ja u ka jep Allahu disa tjerëve, mirë pa ato i mbash shkak se me i shkatru Allah ata njerëz. Me dalë ndoshta prej fesë krejt, ose me kanë dobt në fenë e tyne, mos me adhuru Allahun, me harru Allahun subhanahu wa taala. Po zë njeri nuk e din se çfarë ty të përmirëson. Çka është e përshtatshme për ty? Allah thot wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ndodh që ju urreni diçka, ajo është më e mirë për juve. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ndodh që ju doni diçka, po ajo është e keqe për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e di, kurse ju nuk e dini. Pra disa njerëz do shikojnë Uan disa transmetime që për disa njerëz e përshtatshme është vetëm varfria. Pse? Sikur Allahu t'ja hapte pasurinë, ai kish me harru Allahun subhanahu wa taala. Andaj Allahu i jep domosdoshmë çka me mas, edhe nuk lejon që ai domethënë më i te kalu kufit ashtu pasaj me deviju për rrugës të Allahu subhanahu wa taala. E disa njerëz është e kundërta. Disa njerëz Allahu i jep pasuri, i jep mall shumë se e din se nëse i varfron ata dalin për rrugës të Allahu subhanahu wa taala. Devijojnë, nuk mundën me basave. Pra çdo vëllazër është e ndërtuar mbi dijen absolute të Allahut, edhe urtësinë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Po pra kur i dim pra se begatit që i kemi për Allahut, po si thamë edhe sprovat vëllazër çka janë, begati për Allahut subhanahu wa taala, atëherë zemrat tona vazhdimisht kanë qenë falëndëruese ndaj Allahut subhanahu wa taala, e po ashtu edhe gjuhët tona. Edhe vazhdimisht kishim me përsërit këtë lutje që na ka mësuar pejgamberi sa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo me të përmend, me të falëndëru edhe me të adhuru ty sa më shumë ashtu siç është më së miri. Po pra shikoni pra Allahu përmes këtyre gjanave që ti ndoshta ju urren të pastron vëllazë. Pastron nga defektet e ndryshme të zemrës, nga smundjet e ndryshme shpirtërore. Edhe bash i pastër i kullum, si Loti. Kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, je pastaj i përshtatshëm që ti me hin xhenet. Se je i pastër. Të ka pastru Allahu sa ke qenë këtë botë, edhe je i përshtatshëm që kur ti në xhenet pastaj me shikuar fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Po pra kur i shikojmë këto begati shumë të Allahu subhanahu wa taala, cilat Allahu subhanahu wa taala na ka mbuluar me to dhe vazhdimisht na jep, na duhet me falëndëruar Allahun mëngjes edhe në mbrëmje. Realisht nëse mundohemi me i numru vëllezër begatit është e pamundshme. Aq shumë na ka jep Allahu, sa që është e pamundshme me i numru begatit të Allahut. Allah na thot në Kur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
edhe nëse përpiqeni ti numroni begatitë e Allahut, nimetet e Allahut smundeni. Është e pamundshme. Por tu ka thonë wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batin. Allahu ju ka mbulu me begati. Disa i dini, disa nuk i dini. Pra disa janë dukshme, i shohim, po disa ndoshta janë begati për neve, po na nuk e ndjejnë që janë begati për neve. Po vetë krijimi që na ka sjell Allahu vëllezër këtë botë është begati, nimet. Pastaj fakti që Allahu vëllezër na ka bë që na me fol, na ka jep shësisa, na ka jep gjymtyr, vazhdimisht mbulon kujdeset për ty me lloj-lloj furnizime, lloj-lloj begati ndryshme. Kjo është begati tjetër në vetë. Fakti që Allahu si shtam të ka bë musliman, kjo është begatia në vetë, begatia më e madhe. Pastaj Allahu kur na ka njoftu vëllezër me veten e tij, të ka treguar se kush është ai, me emrat e tij, me cilësitë e tij. Edhe kjo është begati në vetë. Pastaj mundësia që ti me e dash Allahun këtë krijues, me adhuru ata, me falenderu ata, edhe kjo është vëllezër begati e madhe që të ka jep Allahu subhanahu wa taala. Pastaj rujtja vëllezër që ta bën Allahu, mbrojtja masi që të ka kriju, kujdesi i tij për neve, në çdo çështje që e kemi, vëllezër, qoftë e madhe, qoftë e vogël, nuk mundet me dalë jashtë kujdesit mbikëqyrjes të Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo është vëllezër begati. Udhëzimi që të ka jep Allahu subhanahu wa taala dërgjërave që ty të përmirësojnë, edhe ku e ki dobin, shkon e instiktin të ka kriju Allahu instiktin që ti e din ku është dobia jote, e din ku është rreziku edhe largohesh. Kjo është begati vëllezër që kanë vete. Andaj vëllezër, pra duhet me i sjell ndërmend gjitha këto. Shkon vetëm frymarrjen që të ka jep Allahu subhanahu wa taala. Sipas disa statistikave, njeri vëllezër merr frymë brenda ditës për 20.000 herë, diku 24.000 herë. Shkon begati e madhe, pa cilën ti smunesh me jetu. Mirë, po nuk e sjell fare ndërmend se tu ka bë diçka që e zakonshme. Kjo është begati e madhe. A kërkon ai farmundi të madh që ti me marr frymë dhe me liru frymën, është nganjëherë bën mirë spontane, nuk e vren hiç je duke marr frymë. Megjithatë vëllezër, disa njerëz nuk e sjellin veten ndërmend këtë begati që ja ka jep Allahu, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Të vëllezër, begatitë e Allahut janë shumëta. Janë begati dunjas, janë begati të fesë. Shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu anhu ka thënë: "Men lam ya'rif ni'mat Allahi alayhi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla 'ilmuhu." Thot kush mendon që Allahu i ka jep mira vetëm se po jep me hangër dhe me pi, edhe po ja mundson do thotë çka më mbijetun jetën e kësaj bote, thotë ky njeri është dia e tij është e mangët. Pse se begatit janë për te kësaj vëllezër. Sa begatit se të ka bë Allahu musliman, ta ka mësuar me adhuru Allahun subhanahu wa taala, kjo është begati për te çdo begatie. Ta vëllezër dietarët kanë thënë ru'usun ni'am thalath. Kanë thënë begatit kryesore janë 3. Kanë thënë e para ni'matul islam, begatia e islamit, se Allahu të ka bë musliman. Asnjë begati nuk mundet me kanë plot vëllezër pa këtë begati. Pse se prej kësaj pastaj ndërlidhet lumturia jote në ahiret. A ki me kanë prej banorëve të xhenetit apo prej banorëve të zjarrit. E dyta kanë thënë ni'matul afia, begatia e shëndetit, mirëqenies, pa cilën jeta nuk mundet me kanë ashtu siç duhet. Edhe e treta thonë begatia e pasurisë. Thotë Allahu kur të jep në mënyrë që ti, ajo që të jep Allahu me të mjaftu, bën që ti mos mja ashtri dorën çka të tjerëve. Edhe kjo është begati pa cilën jeta e njerit nuk mundet me kanë rregull. Shallzer Bekr ibn Abdullah al-Muzani, njëri nga dietarët e mëhershëm, ka thënë: "Ibn Adam, o biri Ademit, idha aradta an ta'lama qadran ma an'ama Allahu alayk." Ka thënë, nëse don me ditë se sa shumë të ka begatuar Allahu, thot fa ghammid 'aynik, vetëm për një çast mshili syt. Mshili syt. Edhe do të thonë shes që begatinë e madhe që të ka jep Allahu në syt e tu, shqisën e të pamurit, me cilën ti i shikon gjërat për rreth teje. Si ndërmend do thotë sikur ta merrte Allahu këtë begati, si do të ishte diçka gjendja jote. Sta vëllezër, nëse shikojmë gjendjen tonë, në realisht vëllezër kemi tepër. Rrobat tona, ushqimet tona, pijet tona, vendet ku banojnë, shtëpitë tona, mjetet me cilat, në mjetet e transportit, veturat tona. Këtë vëllezër këtë begati të shumta, me cilat në ka begatuar Allahu subhanahu wa taala. Ta vëllezër, njëri prej njerëzve të urtë përpara ja ka thënë një letër një vllaut vet musliman, edhe i ka thënë: "O vllai im", ka thënë,
aq shumë, thot na ka jep Allahu begati, edhe po na jep Allahu begati, edhe pse na shumë po i bëjmë gjunahe Allahu subhanahu wa taala. Kështu që thot fama nadri ayuha nashkur, nuk po e di më ka thënë për cilën më kanë ma falendërues. Apo që ato të mirat që po na jep Allahu vazhdimisht, edhe pse na po i bëjmë gjunahe, thot am qabiha ma satr, apo për shëmtin e gjunaheve të cilat po na i mbulon Allahu, këto gjunahe edhe s'po na i përhap s'kan mesin e njerëzve. Vetëm ushqimi i cili sot servohet edhe qitet në për sofrat tona, në për tryezat tona, lloj ushqime vëllezër. Mos të mungon kurrë as në aspektin e ushqimit, as në aspektin e pijeve. Ushqime ndryshme, ndoshta që brezat që kanë qenë para neve, ndoshta veç kanë mujt me i ndru ato me i pas në për sofrat e tyre. Dhe vëllezër, duhet pra na këto gjana vazhdimisht me i sjell ndërmend, edhe me falendëruar Allahun mëngjes edhe në mbrëmje. Mirë po, jo vetëm kaq, mirë po si tham, edhe me adhuru vëllezër pastaj Allahun subhanahu wa taala. Me di drejtën e Allahut çka mbi ne. Edhe me di se përderisa Allahu të pas ka begatu, vëllezër me këto begati, dije që Allahu mundet kur don edhe me t'i marr. Se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Atë vëllezër krejt kjo që e cekëm duhet me kanë e tillë që na mi pas vëllezër zemrat e gjalla. Me largu nga vetja ju në gafletin, shkujdesin. Më uzgju domethënë nga kjo përgjumje e cila na ka kaplu. Me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Do thot me kanë adhurues të mirëfill të Allahu subhanahu wa taala. Me zemrën tënde, me gjymtyrët e tua. Edhe çdo begati që i ka jep Allahu me i shfrytzuar bindjen e Allahu subhanahu wa taala. E pastaj më u bë mirë edhe tjerëve. Mos më harru edhe tjerë. Njerëzit e varfër, njerëzit e ngratë. Këto që dëmon ki raporte me ta që kanë nevojë. Pa mos më tregu njeri arrogant, mendje madh. Mos më harru se edhe ti deri dje domethënë nuk ke pas. Pastaj Allahu të ka begatuar me të mira shumëta. Mja sjell vetë ndërmend se Allahu ashtu siç të ka jap, siç thamë është i fuqishëm edhe me t'i marr këto begati. Kurdo që don ai. Andaj me mshiru vëllezër pa njerin e ngratë, njerin e varfër. Me ushqy atë që thonë është i uritur, me jep sadak. Mos mu tregu vëllezër do shtrëngu, mos mu tregu çka njeri koprac. Përderisa ki mundsi atë ndihmoju tjerëve. Pasi që vëllezër siç e cekëm thot Allahu wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Allahu ju ka mbulu me begati, dukshme edhe të padukshme. Pasi tham disa i dim e disa nuk i dim. Vëllezër ka ardhur prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyamah an yuqala lahu, të gjëja e parë për cilën ka më pyet Allahu njerin ditën e kiametit, do thot sa i përket begative, i thot alam nasihha laka jismak, a nuk të kemi dhanë trup të shëndosh? Shëndet, wa nurwika min al-ma'i al-barid, a nuk të kemi dhanë ujë të freskët me pi? Po më të mba këto pyetje për Allahu subhanahu wa taala, kur dilsh para ti. Por të vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. Ndaj dy begative janë të mashtruar, apo me thanë janë tillë që dështojnë to shumica e njerëzve. Ka thënë as-sihhatu wal-farag, shëndeti edhe koha e lirë. Pra nuk ja din vlerën shëndetit, veç se kur e hupin shëndetin, edhe nuk ja din vlerën kohës lirë, veç se kur angazhohen me punë shumëta. Sa do të mjafton vetëm me shku pak në spital, edhe me shiku gjendjen e atyre që Allahu subhanahu wa taala i ka sprovuar me smundje të ndryshme. Edhe ato smundje domani kanë bërë tillë që ata me kanë lidhur për shtratin e tyre, mos më mujt mos u nga shtrati. Po ashtu vëllezër edhe nimeti i kohës lirë. Shkoj ta njerëz domethënë që janë të angazhuar me punë ndryshme, edhe puna, mos thonë angazhimi i tyre kryesor është qysh me e mush vetëm barkun që e kanë, ti ose të familjes ti. Sa që nuk i ben mend domethënë kurrë për punë tjera. Vëllezër, pra gjitha këto na bajnë me dije se realisht vëllezër përveç atyre që i ka mëshiruar Allahu, vlerën e begative të Allahu subhanahu wa taala e din vetëm kur ato privohen prej tyre ose kur Allahu ja u merr, Allahu na ruajt, e kështu vëllezër nuk duhet më ka njeri musliman, njeri i mençur. Vëllezër, begatin tjetër sigurinë që i të ka jep Allahu në shtëpinë tënde, në lagjen tënde, qytetin tonë, shtetin ku jeton. Siguri e madhe. Nuk frigohesh se hin dikush domethënë në shtëpinë edhe të rreh apo të vret, apo të cënon nderin ton apo nderin e familjes tone.
del prej shtëpisë, je i sigurt për anëtarët e shtëpisë që i ke. Po nuk tutesh, nuk frikosh ti dikush domethënë çka të prek në familjen tënde, në derin tonë apo në pasurinë tënde. Del në rrugë, je i sigurt, nuk frikosh ti dikush vjen apo çka dëmton diçka. Kjo është begati vëllazër. Ando duhet me falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Sallallahu pejgamberi alayhis salam ka thënë men asbaha minkum aminan fi sirbi. Kushdo prej jush që qohet mëngjes, edhe është ka shëndet në trupin e tij. Thot aminan fi sirbi, muafan fi jasadi, ka shëndet në trupin e tij. Aminan fi sirbi, është i sigurt. Do në shpinën e vet, në rrethin ku jeton. Indehu qutu yawmihi, e ka bukën që ai mjafton për një ditë. Thot fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafirha. Ky njeri thot pension është sikur më u bë bash krejt dunjaja çka konto. Begatia e shëndetit, begatia e sigurisë, begatia e ushqimit. Shkon në ushqimin po thotë se ka veç për një ditë nëse ki. Pse vëllai se të ardhmë nuk e din ç'a ndodh më vonë çka sjell e ardhmja. Andaj plovëzër na duhet me pas frikë Allahut subhanahu wa taala, duhet me pas kujdes me u bind Allahut. Jo me këto begati që ti ka pa Allahu ti me luftu Allahun ose mu treguj pa bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me pas kujdes çka po flet, me pas kujdes çka po bën. Pastaj edhe me i këshillu të tjerë, ata që janë mendjelet shoqërinë tonë, me i këshillu që me pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Vëllazër me kanë i tillë që me marr mësim nga të tjerë. E jo mos mu baj tillë që të tjerët me marr mësim prej teje, Allahu na ruaj. Këto vëllezër pra pe gjanave që të ndihmojnë që ti me kanë falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala për begatitë që ti ka jep, është edhe me i shiku ata që janë nën ty. Me i shiku ata që janë nën ty. Cili ti ka sprovu Allahu subhanahu wa taala në pasurinë e tyre, në shëndetin e tyre, me sprova ndryshme. Ky është ilaç që na ka jep kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që na mos me i mohu apo mos me i nënçmu begatitë të cilat i kemi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Shikoni ata që janë nën juve. Do të thotë në dunjallak, në pasuri, në formën fizikun që ja ka jep Allahu, në shëndet, çfarë do të thotë? Thot wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Mos e hidhni shikimin te ata që janë sipër juve, që kanë më shumë se ju. Thot pse? Thot fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat Allahi alayk. Se kjo bën që ti mos me i nënçmu begatit, mirësit që ti ka jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe po shkon çfarë sa mirë e ka trajtuar këtë problem shoqëror pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush pyet cili është ilaçi i zemrave të shkujdesura karshi begative të Allahu subhanahu wa taala, themi se ilaçi vëllezër është pikërisht ky hadith, ky udhëzim profetik që na ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra gjithmonë shikoj ata që janë më keq se ti. Edhe kur ti shikon ata që janë më keq se ti, në pasurinë tënde, në shëndetin tonë, gjëra të tjera dunjallahu të shpjala. Ka më të bë e çfarë sa shumë begatit ka jep Allahu subhanahu wa taala. Nga sa shumë të këqija belat ka rujt Allahu subhanahu wa taala. Sa më shikoj ata që i ka sprovu Allahu me spunë të rana dhe kronike. Atëherë kimë vrej se që ato gjana për cilave ti ankohesh janë shumë të vogla që ndoshta nuk ja vlen me i përmend çka fare. Pastaj shikoj dhe shko tek varret. E pejgamberi sa na ka këshillu, ka thonë zuru al-qubur, ka thonë vizitoni varret, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, sepse varret, vizita varreve ja u kujton ahiretin. Edhe do të ta zbut zemrën. Shkoj kur shkosh tek varret, çka shkon ndërmend? Shkon ndërmend se këta njerëz që janë aty të varrosur nëpër varre. Krejt dunjan që e këshin pas, e këshin jep që mu këty edhe një qast në këtë botë, edhe me ba një herë astaghfirullah, ose me thanë që ka një elhamdulillah, ose s'paku me i falë që ka dy rekate namaz. E kjo ka në hadithet për jam isam, kër ka kalu pejgamberi s.a.s. pra një varri, edhe ka thanë 2 rekate namaz, ka thanë 2 rekate namaz, që juve ju doken parënsishme, për qita ka thanë që është në varë tani, kishin me kanë ma dashur ase kej dunjaja që akonto. Vesh 2 rekate namaz. Me të jep Allah edhe njëherë mundësin mu këthin këtë botë, edhe mu pendu të Allahu subhanahu wa taala. Andaj çfarë për atë njëri ti hi halaje në këtë botë, ka jep Allahu s'ka ymër, ki afat, andaj ki kujdes. E kjo të bën që ti edhe njëherë mi bato kalkulimet vëzër, pas kujdet të bën se çka po vepron, si është raporti yt me Allahun subhanahu wa taala, si është raporti yt me pendimin prej gjunave, si është gjendja jote me Zotin ton, krijuesin ton.
Shkon shumë njerëz prej neve përveç atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, edhe kur dhe falenderojnë vëllezër Allahun, e falenderojnë me thonë kështu me majë të gjuhës. Çka i vren shumicën në rasteve ndoshta kur han bukë çohet ka thëtë elhamdulillah. Shqyro Allah që na ka jep këto. Më thonë çka vetëm me gjuhën e tij. E si thamë vëllezër, falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është më gjithëpërfshirës. Ai që është më e rëndësishme është që ato begati që të ka jep Allahu thamë mos me i shfryzun haram, edhe tjetra gjymtyrt që të ka jep Allahu me i shfryzu vëllezër me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Çfarë uar një njeri përmendet, uar një njeri që ka sprovu Allahu subhanahu wa taala, edhe uar u anku tek një dietar. Për varfrinë e tij. Ma ka sprovu Allah me varfri, me fëmijë shumë. Dhe ta shikone se e ka eduku vëllezër ky dietar. I ka thënë, a kishe pas shef, ka thënë që shikimin që ta ka jep Allahu subhanahu wa taala në vend tina me kanti i verbër, mirë po me i pas 10.000 dirhem. Ka thonë jo asesi. Ka thonë a kishe pas shef që dëgjimin vesh që ti ka jep Allahu subhanahu wa taala në vend tyre me kan i short. Mirë po në vend tyre me i pas ka 10.000 dirhem tjerë, ka thonë jo asesi. Ka thonë për duart edhe kanda kishe pas dëshirë mos me i pas, mirë po në vend tyre me i pas ka 20.000 dirhem, ka thonë jo asesi. Ka thonë mendjen që ti ka jep Allahu subhanahu wa taala, kishe pas dëshirë që në vend saj me kan i çmendun, mirë po me pas të holla ndor, ka thonë jo asesi. Pastaj ka thonë e ma tastahi an tashkura maulak, qysh s'po të vjen marrë, ka thonë mu anku në vend që me falenderu Allahun subhanahu wa taala, kur ti a peshesh çfarë pasurie që atë ka jep Allahu subhanahu wa taala, vetëm shka në trupin ton, edhe në shëndetin ton, edhe shisa që ti ka jep Allahu subhanahu wa taala. Ozër uhi një dietar tjetër Ibn Simak e ka pas emrin te Harun ar-Rashidi, halifja i muslimanëve, po në kohën e cilën është xheruar së tepër me shteti islam. Edhe ky dietar e ka këshilluar derisa e ka bë me çajt prisin e muslimanëve. Pastaj ky Harun ar-Rashidi prisi ka urdhëruar që më ia sjell një gotë me ujë dhe kapi prej saj. Shkon tash këshillën tjetër vëllezër që ka jep ky dietar. Ka thonë ja Amir al-Mu'minin, ka thonë o prisi besimtarve, çata mërmanja thot nëse s'kishe mujt me pi qit ujë. Për shkak të smundjes që ai defekti që ai, s'kishe mujt me ushqy veten me ujë. Ka thonë a kishe jep krejt pushtetin që ai veç me mujt me pi ujë? Ka thonë po, këtë kisha jep. Ka thonë pije pra tash ujin. E ka pi ai ujin. Ka thonë barakallahu fik, Allahu dash bereqet. Ka thonë tash o prisi besimtarve, qit ujin ka thonë që e pinë edhe futen trupin ton. Nëse të kishë provu Allahu me najsmuni dhe s'kishe mujt me nxerr pi trupit ton. Me adim vëzën në ata njerë që janë s'provu, me Allah në rujtë më që s'munën më liru nga ujë që ahjeku. Thët a kështë jep krejt pushtetin pasurin që a ki, veç se me nxerr për ujit, ka thonë po. Pastaj ka thonë, fama tasna'u bi shay'in shurbatu ma'in khairu min. Çfarë vlerë praska për këtë kjo dunja, kur një glënk me ujë qenë ka ma me vlerë se krejt kjo që a ki ti. Në shkjo begatia që të gajep Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkone, sa prej neve, më thoni, shkone ndërmend vëzër kjo, që ja ka përmend kjo dietar, kjo këshill që ja ka jep këti prisit muslimanëve. Hala me aran se kjo vëzër është kurtin, do shta e ki ujin për para s'munësh me pi. Se dhe Allahu, lau nasha'u le ja'alnahu ujaja. Thëtë sikur donim, thëtë Allahu, ne ujin do t'a bëjnim të njelmt. Felaula të shkurun, adaj pëse s'po e falenderoni shka Allahun subhanahu wa ta'ala. Shumica vëzër pra që shtam i din begatit e Allahut atëherë kur Allahu ja u merr ato edhe i privon prej tyre, Allahu në rrit. Që atëherë fillon edhe e din se çfarë begati shumë ta i ka jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Në po si shtam vëzër, begatia me e madhe me cilan të ka begatua Allahu është udhëzimi që të ka jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Veçën që ta asilën ndërmend, sa do që përballesh me vështirësinë jetën e kësaj bote, silja vetë ndërmend vëzër shka që Allahu të ka bërë musliman. Të ka zgjedh që ti me kanë robi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është nimeti i vëllezër absolut. Nimeti don para cilit çdo vështirësi, çdo sprovë me cilën përballesh nuk ja vlen fare më u përmend. Shikoj tjerë pasaj që Allahu i ka sprovu vëllezër me shirk, me kufër, me gjunahe. Nuk kanë ndërhyj mes tyre dhe mes bamjes së gjunaheve. I jep Allahu afat, i jep furnizim, i jep shëndet, mirë pa ai që ka vazhdon gjunahet e tina, pse vëllezër? Se ai është i pavlerë te Allahu subhanahu wa taala. Nuk ndërhyn Allahu, nuk e ruan prej atyre gjunaheve. Shurejh el-Qadhi, një dietar i madh islam ka thënë, unë ka thënë nganjëherë sprovohna me një sprovë.
Thot dhe prap thot e falenderoj Allahun për atë sprovë thot 4 herë. Ka thënë e para e falenderoj Allahun që nuk më ka sprovu me diçka më të madhe. E dyta thot e falenderoj Allahun se ma ka mundsuar që unë me kanë sabërli me durun atë sprovë. E treta thot e falenderoj Allahun se ma ka mundsuar me thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi dhe te kaj kemi më kthy. Edhe thot shpresoj pasaj shpërblim edhe falje gjunash. Edhe e katërta thot e falenderoj Allahun që se ka bë këtë sprovë në fen time. Nimeti i udhëzimit vëllezër është nimet, begatia që s'krahasohet me kurrë. Sa vëllezër pejgamberi alayhis salam ka thënë e ka lutur Allahun wala taj'al musibatana fi dinina. Mos lejo Allah që sprova jon të jetë çka në fen ton. Siç kjo është ajo sprova më e madhe vëllezër. Kur Allahu ta dëmton fen edhe ta merr fen cilën e ki Allahu na ruaj. Pra vëllezër çdo begati që të ka jep Allahu ti duhet me falendëru Allahun se ta ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që në trupin e njerit janë 360 nyje. Edhe kanë thënë çdo mëngjes që qohësh duhet me jep sadak për secilën nyje. Për këtë trup domethënë që ta ka jep Allahu të shëndetshëm, këtë miqënie që ta ka jep Allahu subhanahu wa taala. Mirë po ka tregu pasaj që fjala alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, urdhrimit për të mirë, ndalimi nga e keqja, sadaka, gjitha këto e domethënë i zaventësojnë ato 360 sadaka. E gjitha këto ka thënë i përfshin 2 rekate namaz që i fal për namazit duhas, namazit paraditës. Ka se ti namaz domethënë e shtim funksion krejt trupin ton, edhe me to i nënshtrohesh Allahu subhanahu wa taala. Zoria që do të thonë është se na vëllezër duhet me kanë mi pas zemrat e gjalla, jon të përgjumura, jon shkujdesje, pra me kanë musliman të logjikshëm, me kanë musliman vigjilent, vazhdimisht me i sjell ndërmend të mirat e Allahut, me shiku për rreth nesh edhe me marr mësim vëllezër, mos me harru gjendjen në cilën kemi qenë, e cilën ka sjell Allahu të ka begatu me to, edhe mos me vëllezër me pas kujdes, edhe me ja përmend vetit vazhdimisht me ja sjell ndërmend se Allahu t'jep afat mirë po nuk harron. Do të me pas kujdes. Allahu t'jep afat nëse i bën gjunah atij mirë po çka nuk harron. Ndodh vëllezër që shohim hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Allahu i jep afat zullumçarit edhe gjunahçarit, edhe i jep begati. Dhe pejgamberi sa thotë kur ta shihni njeriu që Allahu po i çon begati shumë, ta thotë edhe ai po vazhdon në gjunahe. Thotë dini se kjo është istidraj. Çka është istidraj? Se gradualisht Allahu po e çon drejt dënimit. Sa ai mashtrohet me këto. Mendon se përderisa Allahu po më jep ka, po më jep shëndet, po më jep mira, unë kokë në rregull. Kjo është mashtrim vëllezër. Nuk duhet me shiku për këtij aspekti. Pra është shenjë se Allahu gradualisht po e çon njerin drejt dënimit. Pastaj thotë kur të kap Allahu, thotë nuk mundesh me ik Allahu subhanahu wa taala dhe dënimin e tij subhanahu wa taala. Pastaj kjo është në disa këshilla me të cilat fillimisht unë e këshilloj veten time, pastaj juve. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këtë që tham të jetë argument për neve, jo kundër nesh. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këto fjalë që i tham vëllezër me kanë shkak që me i përmirësu zemrat tona, punën tona. Me na bë më falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me na ndihmu që me kanë bindur ndaj Allahut, edhe me kanë shkak këto fjalë që i tham që me largu vëllezër këtë shkujdesje që na ka kapluar nga zemrat tona. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.